Mirë, Rama pas ka kuriozitet çfarë do dali nga Kavaja, me një fjalë. Unë kam kuriozitet çfarë do dali pas 11 majit për ty. Pas gjithë kësaj sakrifice. Unë nuk kam publike. kuriozitet as fare, madje nuk e ndjej as si sakrificë këtë Grida. Nuk më rëndon as si kryq, siç e thatë ju. Edhe pse në fakt është një kryq që ma kanë vënë të tjerë, por as më ka rënduar, as madje le të themi që herës më ka argëtuar kjo, duke edhe më shpallur si pagzuesen e rilindjes socialiste, me termat mbi rilindjen edhe Skënderbeun e Mamicën, edhe pse Mamica nuk është një term që e përdorun. Motra e Skënderbeut, nder i madh, por nuk e dia e meritoj, nuk e dia jam luftëtare aq e paepur sa ta meritoj atë term, ajo që ndodhi kur ti the sepse ky burri këtu si Skënderbeu, si ndodhi ky atashimi? Në fakt nuk më vjen ta shpjegoj sepse pastaj do zhbëja të gjithë mitin që është krijuar, dua që ta lejoj mitin të jetoj. Ne në fakt ishim në sheshin Skënderbe dhe kishim pas atë mbikal, të cilit unë po i referohesha, dhe pastaj gjithë të tjerët dhe opozita zgjodhi ta bënte Edi Ramën Skënderbe dhe bravo i qoftë se ja kanë mbritur. Që Edi Rama na ka futur në një kulturë memesh tani, edhe ti the sapo the një gjë që do bëhet meme, se the atë mbikal. Po. Kush është atë? Ishim në sheshin Skënderbej dhe aty është një monument, Grida, që është Skënderbeu mbikal, pra. Sigurisht, dhe ne po i referoheshim atij. Opozita zgjodhi që ta barazonte në këtë rast Edi Ramën me Skënderbeun dhe ja kanë dalë me shumë sukses. Sepse do sigurohen që 25 vitet mos kenë fitore me sa duken. Kjo është beteja jonë e 10. Që ta kanë atribuar. Beteja jonë e 10 që besoj do jetë beteja e fitores tjetër.